Unë jam Kamila, jam 21 vjeç dhe banoj në Rom. Duke parë motrën dhe kushërirën time, të cilat kanë zmadhuar gjoksin, ku kushërira ime është operuar nga doktor Giulio Gherardini, duke pasur të njëjtin kompleks dhe duke parë ato me një numër gjoksi më të madh, vendosa ta bëj dhe unë. Camilla, benvenuta, come stai? Sto bene, lei? Buonasera. Sei molto giovane, come mai vuoi fare il seno? Parlami Ho di te. deciso di fare questo intervento anche se sono un po' agitata. Sei agitata però sei anche coraggiosa perché Sì. hai fatto un lungo viaggio per venire fino a qui e l'intervento serve per creare un seno un po' più grande ma soprattutto naturale. Questa è un po' la parola d'ordine che ci guida, quindi un seno che riceve una protesi in qualche modo non deve essere distinguibile da un seno naturale. Questi non sono protesi, sono degli spaziatori, quindi sono costruiti per essere messi nel seno e in qualche modo simulare l'effetto che avresti. Ajo është e re dhe nuk ka ende fëmijë. Në këtë raste, këshilla hipotetike do të ishte që të lindte dhe më pas t'i nënshtrohej kësaj kirurgjie për vendosjen e protezave, pasi edhe rezultati do të ishte më permanent në kohë. Nëse pacienti dëshiron dhe vendos që t'i nënshtrohet kësaj kirurgjie më herët, duhet të di që mund të ketë fëmijë si dhe të ushqej fëmijën me gjë. Pra është provuar që nuk ka asnjë risk si për nënën, ashtu dhe për fëmijën. Normalisht gjoksi do t'i përshtatet ndryshimeve që ndodhin gjatë një shtatzënie dhe gjithëdhënies. Un po' di shopping. La prima volta che eri a Atene? Sì. Ti è piaciuta? Sì, sì. Ky ishte një rast shumë i bukur sepse ajo e kishte vërtet të nevojshme. Mund të them që tani që ishte një rezultat shumë i mirë. Zgjodhe një protezë pak më të vogël se sa ajo që mendova në fillim. Kjo sepse lëkura e saj është shumë e hollë dhe nuk do doja që në të ardhmen të kishte probleme. Rast. Il risultato è bellissimo, era esattamente come lo volevo. Sono bellissime, la grandezza è giusta, proporzionata al mio corpo, perfetta.